Përshëndetje teleshikues të nderuar, vazhdojmë ciklin e emisioneve me legjendat e sportit këtu në televizionin Koha. I ftuari sonte është ish volebolisti, trajneri i volebolit dhe ekonomisti Durim Luma. Durim, mirë se erdhet në emisionin me legjendat e sportit. Mirë se ju gjej, faleminderit ftesën dhe përshëndes të gjithë shikuesit e televizionit Koha, kurse televizionit Koha i dëshiroj punë të mbarë. Fillimisht na thuaj kush është Durim Luma? Ish volebolist, trajner i volebolit, ekonomist, kontabilist e kështu me radhë. Do me thonë, unë jam Durim Luma, i lindur me 2 mars 1962 këtu në Tetov. Shkollën fillore dhe të mesme e kam kryer këtu në vendlindje, kurse studimet në Prishtinë. Jam baba apo printi 2 fëmijëve, pra 2 djemi kam. Njëkohësisht jam edhe gjysh i 2 niprive të mi, të cilët i dua shumë. Pra, volebolin e kam filluar në moshën e re. Personalisht janë këto të dhënat e mia, punoj si kontabilist edhe disa muaj dhe besoj se vitin e ardhshëm do të pensionohem. Volebolisti pensionuar, po, legjend në kuptimin e plot të fjalës, ashtu. Atëherë, na thuaj, kur i bëhet hapat e para me sport, pra pikërisht me volebol, dhe pse pikërisht në këtë sport? Do me thonë, në moshën rinore, pra derisa vazhdonim të ndjekim shkollën e mesme në gjimnazin e Tetovës, sigurisht si çdo i ri, ne në fillim patëm dëshirë të them ashtu që të merremi me futboll, dhe ja nisëm me futbollin. Mirë po, gjatë vazhdimit të shkollës mesme, profesori ynë i nderuar, aso kohë profesori im, në mandej dhe trajneri im, profesor Miftar Ziveri, u bë shkak që neve të na tërheq disa të rinj atë moshë, flas për vitin 1978, pra ne ishim viti 2 gjimnazit. Na bëri ftesë që ne të vazhdonim me këtë sport. Ky sport ndoshta për atë kohë ishte pak i huaj për mua, mirë po te unë ndodhi një dëshirë jashtëzakonisht e madhe dhe një përkushtim që të merrem me këtë sport, pasi Shkëndija veç më ishte themeluar dhe bënte gara aktive dhe sigurisht se sinonimi ynë sportiv ka qenë mu klubi i volebolit Shkëndija dhe për këtë arsye edhe unë vazhdova të ushtroj. Po krahas ekipit të Shkëndijës, atë kohë çdo vendbanim në rajonin e Pollogut ka pas klub të volebolit. Me siguri edhe kjo ka qenë arsyeja për afirmimin e këtij sporti. Po, sigurisht në atë kohë, pra flasim për vitet 70-ta, në ish shtetin e atëhershëm federativ, voleboli ka qenë shumë një sport i masovizuar, të them, ashtu si cekët edhe ju, gati të gjitha fshatrat në regionin e Tetovës kishin klube të volebolit. Për fat keq tani më ato nuk janë shkuar, përveç Lirisë së Zhrovjanit që vazhdon të aktivizohet, do me thonë dhe Shkëndijës sigurisht, të gjitha klubet tjera janë si të them, janë shuar dhe nuk bëjnë veprimtari. Durim, valla e mbani mend ndeshjen e parë zyrtare që keni luajtur me klubin e volebolit Shkëndija dhe kundër kujt? Po, më kujtohet dhe vitin 1980, unë si maturant i atëhershëm, ndeshjen e parë e kam luajtur në këtu në Tetov si fillestar pra në Shkëndi në moshën 18 vjeçare. Dhe ka qenë ndeshja aso kohë është luajtur një turne i Shkëndijës dhe kam luajtur kundër Rabotniçkit të Shkupit në hapësira të hapura është luajtur një pjesë e volebolit, pra në Partizanin e dikurshëm, pra këtu afër objektit. Afër gjykatës, po. Afër gjykatës. Ai ka qenë debutimi im i parë. Atëherë, cilët ishin emocionet tuaja në ndeshjen e parë, në gjashjen e parë të ekipit të Shkëndijës? Po sigurisht se kanë qenë emocione jashtëzakonisht forta, të them, të arsyeshme, pasi kam luajtur krahas
ish lojtarëve jashtëzakonisht mirë në aso kohë të Shkëndijës, ka qenë Naser Qamili, ka qenë Namik Qemal Mustafa, Arif Musliu, Safet Sejfullaj, dhe unë kam qenë pjesë e asaj ekipe si fillestar, pra emocionet kanë qenë jashtëzakonisht të prezente, mirë po ka qenë edhe kënaqësi të jesh në mesin e atyre. Domethënë ka qenë nder që të luani së bashku me legjendat të vërteta të këtij sporti. Atëherë me fillimin e studimeve në Prishtinë, sa mbaj mend unë, ju u bët pjesë e ekipit të Universitetit të Prishtinës dhe më pas edhe të ekipit shumë të njohur të atëshme elektroekonomia e Prishtinës, me sa duket. Obiliqit. Obiliqit, po. Si, çfarë mbani mend, sa keni luajtur, sa ndeshje keni luajtur dhe çfarë suksesësh keni arritur në atë kohë me ato di klube? Do me thënë, në vitin 1980, pasi debutova unë, vazhdova të kryej obligimin tem në armatën e atërshme Jugoslave. Dhe pas këtimit tim në vitin 1981, klubi Shkëndijës, për arsye banale të aso kohe, u pezullua nga shteti atërshëm dhe unë vazhdova studimet në Prishtinë dhe u bëra pjesë e universitetit, klubit Universitetit Prishtinës, me në krye trajner të atërshëm Xhavet Kajtazin, i cili është shumë i njohur për meritat e tij sa i përket voleybollit në Kosovë. Pas një viti angazhim aty, klubi voleybollit elektroekonomia bëri kërkesë që unë të kaloj në kuadër të atij klubi, i cili garonte në ligën e parë B federative të Jugosllavisë. Dhe unë si student i atërshëm më joshi kjo kërkesë e tyre, sigurisht se edhe pjesa financiare ka qenë fajtor që unë prej universitetit kalova në elektroekonominë Obiliqit, aty luajta plot 5 vite dhe prezentuam Prishtinën dhe Kosovën përgjithësi në garat federative dhe unë jam shumë i kënaqur që kam pjesë asaj ekipe. Bashkë me mu kanë qenë edhe Reshat Halili, ish lojtari voleybollisti i Shkëndijës, dhe Bujar Dervish, një prej legjendave të voleybollit kosovar, dhe sukseset kanë qenë jashtëzakonisht të mira. Do me thënë, për herë kemi garuar në ligën e parë B federative dhe kemi qenë në kreon e tabelës. 2 herë kemi marrë pjesë në kualifikime për inkuadrimin tonë në ligën e parë federative të Jugosllavisë. Një herë kjo ka qenë në Subotic, e dyta herë në Beograd, por për fatkesh nuk i arritëm të asigurim edhe atë status. Herën e parë humbëm nga Spartaku i Suboticës me një rezultat 3-2 në kushte jashtëzakonisht të vështira aso kohë, dhe herën e dytë kemi humbur nga Crvena Zvezda e Beogradit, pikërisht po me atë rezultat 3-2, pra për do me thanë momente kritike ne nuk i arritëm të dalim ligën e parë Jugosllavisë. Vallë mos keni pas ftesë që të përfaqësoni shtetin atëhershëm Jugosllavinë si voleybollist? Unë kam qenë një pjesë e një organizimit të atëhershëm në kuadër të lojrave olimpike studentore të Jugosllavisë dhe kam qenë pjesë e atij ekipi, kurse sa i përket inkuadrimit tim në reprezentacionin e Jugosllavisë ka qenë tepër e vështirë, pasi aso kohë Jugoslavia ka pas një sër voleybollistësh të njohur si janë Travica, Bërgjovici e të tjerë. Pas përfundimit të studimeve, ju jeni kthyer në TETO, por kësaj radhe jeni bërë pjesë e klubit të voleybollit Jugohromi. Sa kohë keni luajtur në Jugohrom dhe çfarë suksesësh keni arritur me këtë skuadër? Do me thënë, pas kthimit tim nga Prishtina, varianti më i lehtë për mua ka qenë angazhimi im në Jugohrom, pasi Shkëndija ende ishte e pezulluar dhe nuk ishte reaktivizuar.
dhe unë vazhdova karierën time në ligën e dytë të atërshme të Jugosllavisë, në ekipin e Jugochromit. Kam qenë i pritur mirë, nuk kam asfarë kritika ndaj ish lojtarëve, bashkëlojtarëve dhe kryesisë, më kanë pritur shumë mirë. Mirë po, synimi im ka qenë Shkëndija. Dhe unë pasi duke luajtur për Jugochromin, ne bënim përpjekje që ta rithemelojmë Shkëndijën, pra synimi im ka qenë unë të jem pjesë e Shkëndijës. Por nga Jugochromi ju kaloni në Zvicër. Si ndodhja e që të shkoni atje dhe të përfaqësoni ekipin me sa duket Tornado e Cirit? Do me thonë, gjatë angazhimit tim në Jugochrom, kisha një ftesë që të vazhdoj karierën time në Zvicër, kisha një ftesë të vazhdoj në Turqi, kam qenë edhe në Gjermani, bëra 2-3 prova, kështu të them, isha në prova të këtyre klubeve në Eczacıbaşı atëherë të Turqisë, në Mörs të Gjermanisë dhe në Tornado të Cirihut. Kushtet më të mira jos se ishin ato të Cirihut dhe unë vazhdova karierën time në Tornado të Cirih. Edhe aty u prita shumë mirë, bëra një karierë jashtëzakonisht të mirë. Sa kohë qëndrohat në atë? 1 atë? vjet qëndrova me dëshirën e tyre që unë të vazhdoj kontratën. Mirë po për shkaqe familjare, të atërshme prindët e mi kërkonin që unë të kthehem. A ishte kjo arsyeja që përsëri të ktheheni në klubin e Jugochromit? Po, do me thonë, me kërkesën e prindve unë u ktheva në Maqedoni dhe pasi që Shkëndija ende nuk bënte aktivitet, unë vazhdova edhe një pjesë të një afat shkurtër në Jugochrom, duke me të vetmin synim që të ruaj formën time. Pasi dëshira ishte që Shkëndija të rithemelohet, edhe unë mundohesha që formën time sportive të ruaj, po që se aktivizohet Shkëndija, unë t'jem i gatshëm që me njerë të jap kontributin tim. O çfarë suksesësh keni arritur me ekipin e Jugochromit? Me ekipin e Jugochromit 2 herë kemi arritur të fitojmë kupën e Maqedonisë, 2 herë kemi luajtur finalen e play-offit për kampion të Maqedonisë kundër Rabotničkit të atërshëm. Mirë po, në rastin e parë humbëm Binqëm, kurse në rastin e dytë, vitin e dytë, ishim shumë afër pranë fitores. Ndeshjen e parë fituam në Shkup, fituam edhe kupën atë vjet në Shkup. Mirë po, në ndeshjen e kthimit këtu në Tetov, për fat keq unë setin e parë u lëndova, kisha një lëndim të madh dhe nuk mundesha të vazhdoj ndeshjen, kështu që ajo ndeshje u humb dhe revanshin Shkup përsëri u humb dhe këto janë 2 rezultatet më të mira, pra 2 herë fituesi Kupës Maqedonisë dhe sukseset tona ndërkombëtare me Jugochromin në arenën europiane, pra në Qipro, në Avignon të Francës, këto kanë qenë sukseset. Derisa ishit pjesë e klubit të voleybollit Jugochroma, keni pas ftesë që të përfaqësoni edhe reprezentacionin e Maqedonisë? Po, sigurisht se po, unë kam qenë pjesë e reprezentacionit të Maqedonisë. Në atë kohë ishte selektor i ndjeri tashmë Mitko Ciev, profesori Mitko Ciev, profesor Miftar Ziberi ka qenë zëvendës e tij, kurse unë dhe Plum Vela kemi qenë lojtar aktiv dhe në 6-ën e parë të reprezentacionit të atërshëm, pra unë flas për themelimin e reprezentacionit atërë, dhe një prej lojtarëve të parë që ka qenë pjesë e reprezentacionit parë të Maqedonisë. Ju pas Jugochromit u kthiet në ekipin e Shkëndijës dhe keni qëndruar deri në vitin 2000, kur edhe i dhat fund karrierës tuaj aktive si volejbolist. Po, ashtu si që ka edhe më herët, unë do me thanë ishim në vazhdime sipër në biseda me profesor Miftar Ziberin dhe ish lojtarët
e Shkëndisë që të rithemelojmë Shkëndin dhe aso kohë paka shumë klima politike u ndryshua dhe ne i arritëm që klubi i voleybollit Shkëndia të reaktivizohet dhe unë automatikisht me njerë sezonin tjetër u ktheva në Shkëndi. Në fillim luajtëm me ish bashkëlojtarët, do me thonë lojtarët e atërshëm të vjetër, mirë po gradualisht klubi punonte edhe me ekipin e të rive, edhe dëshira ime u plotësua që unë vaz vitit 1980 të kthehem përsëri në klubin AM dhe të jap kontributin tim aty ku e kam andru karrierën time sportive. Vitin 2000 i dha të fund karrierës dhe u organizoa në një ndeshje lamtomirëse për ju si voleybolist shumë vjeçar në klubin e voleybollit Shkëndia? Do me thënë, unë vazhdova të luaj në klubin e voleybollit Shkëndia në vitin 2000, ku në moshën 38-9 vjeçare më vendosa që ta lej karrierën time aktive dhe të jap shans të rive që të aktivizohen. Ndeshje lamtomirëse për mua u zhvillua në Prishtinë. Do me thënë, vëllezërit tonë Kosovë nuk haruan kontributin tim që unë kam dhënë vite me radhë, qoftë në Universitetin e Prishtinës apo në elektroekonomi, pra ndeshjen lamtomirëse e bëra në Prishtinë. Po, ishe edhe unë i pranishëm në atë ndeshje. Atëherë, cilët janë sukseset më të mëdha gjatë periudhës që ju keni qenë voleybolist i ekipit të Shkëndijës? Do me thënë, suksesi më i madh ka qenë sigurisht që finale e play-offit të Maqedonisë, ku ne humbëm nga Rabotnički atëherë, dhe një prej sukseseve më të mëdha ka qenë inkuadrimi jonë në arenën ndërkombëtare, nëse ju kujtohet ndeshja me Shenoan në Gostivar, të cilin ne fatkeqësisht ndeshje dramatike, po. Ndeshjen e parë fituam në Gjenev, këtu në Gostivar e humbëm, pra këto e kanë qenë disa nga sukseset, të them, pasi ka qenë veç fillimi i reaktivizimit të Shkëndisë. Gjatë karrierës tuaj si voleybolist aktiv, kur keni qenë më i lumtur dhe kur keni qenë më i pakënaqur? Do me thonë, kam qenë i pakënaqur me atë se si lojtar aktiv asnjëherë nuk përjetova të jem kampion i shtetit, kurse më i lumtur e kam qenë atëherë kur si trajner fituam faktikisht me Shkëndin edhe Kupën e Maqedonisë edhe titullin kampion, kjo ka qenë vitin 2010-2011. Cilët voleybolist do t'i veçoni me të cilët keni luajtur në ekipin e Shkëndijës? Sa i përket ekipit Shkëndisë, sigurisht në fillim kanë qenë Namik Mustafa, Arif Musliu, Naser Qamili, kurse në moshën pak më të thyer timen, sigurisht se bashkëlojtarët e mi cilët duhet t'i veçoj, kanë qenë Plum Vela, Ilir Vela, Habil Ajeti, Mensur Hamza, Besim Reza edhe Idris Bezheti. Armir Feratin, mëse haroj, tash do të më falin ato. Do më thonë edhe gjithë ata të cilët kanë qenë në atë gjenerat, që keni arritur edhe sukseset më të mëdha të ekipit të Shkëndijës. Pas përfundimit të karrierës si voleybolist aktiv, nuk u ndalet, por vazhdojt me voleybolin, por tani si trener. Kur e filluat karrierën tuaj si trener? Do me thonë, pas përfundimit karrierës, unë 2 vite pushova, edhe ishte viti atëhershëm i krizës 2001. Atë vit edhe Shkëndia ndërpreu aktivitetin për shkaqe sigurie objektive e kështu me radhë. Dhe unë në vitin 2004 u inkuadrova si trajneri i klubit voleybollit Shkëndia, dhe pse para saj si lojtar një gjysmë sezon e udhëheqa klubin edhe si lojtar edhe si trajner. Nëse ju kujtohet para angazhimit Shabanukës, si trajner kryesor në Shkëndi, pra ideja jeme ka qenë që Shabanuka të vi dhe të punoj me Shkëndin, mirë po atë gjysmë sezon... Një emër i njohur i voleybollit shqiptar. Është legjenda
Në kuptimin e plot të fjalës. Në kuptimin e plot, ndoshta për mendimin tim është lojtari më i mirë të gjitha kohrave të Shqipërisë. Shqiptar. Ekipi i Shkëndijës në drejtimin tuaj ka shënuar sukseset më të mëdha, suksese historike, titulli kampion dhe Kupa e Maqedonisë së Veriut. Do me thënë atë që e ceka edhe më herët, atë që se arrita si lojtar, unë për fat mirë arrita që këto ditë ti festoj si trener i parë i klubit. Në sezonin 2010-2011 ne kemi pasur një ekip jashtëzakonisht shumë të fortë në bashkëpunim me komunën e Tetovës atëherë dhe kryetarin e komunës aso kohë profesor Sadi Vezheti, i cili na përkrahu maksimalisht që ne të bëjmë këtë ekip. Ne arritëm sukseset më të mëdha në historinë e klubit. Pra fituam Kupën e Maqedonisë, u bëm kampionë shtetëror, pra fituam Superkupën barkombëtare dhe ishim të tretit në lojrat ballkanike, të cilat u zhvilluan në Rumani, në Kluj të Rumanisë. Në Kluj të Rumanisë. Do me thonë, në atë ekip sigurisht se kam pas lojtarë jashtëzakonisht mirë, me në krye Adriatik Kajtazin, i cili ka qenë pasus, Plum Vela, Ilir Vela, Zharko Ristovski, i cili në ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë për pozitën e liberos, Gazment Husaj, një prej volejbolistëve më të mirë aktual të Kosovës, pra ne bëm një ekip jashtëzakonisht mirë. Dhe me thënë të gjithë kanë dhënë kontributin e jashtëzakonshëm ata të cilët e kanë mbajtur emblemen Kuqezi. Po, sigurisht, edhe unë kam pas fatin që t'i kem këto djem apo këto lojtarë në ekipin tim si trener. Si vlerësoni përfaqësimin e ekipit të Shkëndijës në garat evropiane, në kupat e CEV-it? Do me thënë, është një handicap jashtëzakonisht i madh për Tetovën që asnjë prej sallave sportive nuk plotëson kushtet minimale për zhvillim të ndeshjeve evropiane, prandaj në të gjitha ndeshjet që i kemi luajtur si Niko Qir, të gjitha i kemi luajtur jashtë, qoftë në Shkup, qoftë në Gostivar. Pra kjo ka qenë një prej arsyeve që ndoshta Shkëndija nuk i arriti rezultatet më të mëdha në historikun e vetë, në arenën ndërkombëtare, mirë po pjesërisht jam i kënaqur. Po përfaqësimi në garat ballkanike, Kupa ballkanike nëse duket. Po, ne kemi marrë pjesë 3 herë në garat ballkanike dhe suksesi më i madh ka qenë arritja e vendit të tretë, siç e ceka në Kluj Napoca të Rumanisë, edhe atëherë kishim ekip jashtëzakonisht mirë për ndoshta për momente kritike ne nuk luajtëm edhe në finale, pasi ne u lëndua aso kohë lojtari ynë kryesor Gazventuse, mirë po përsëri është një rezultat jashtëzakonisht i mirë në konkurrencë të Rumunisë, të Serbisë, ka qenë një rezultat jashtëzakonisht i mirë. Shkëndija tradicionalisht ka marrë pjesë në turnet që organizoheshin me rastin e ditës së flamurit kombëtar, pra 28 nëntorit, dhe ka qenë edhe fituese e këtij turneu. Na thuani, cilët ishin emocionet kur zhvilloheshin këto kupa mbarkombëtare, qoftë në Kosovë, qoftë në Tiranë, qoftë në Tetovë? Po, sigurisht se këto kanë qenë ngjarjet më eminente, të them, sa i përket lojtarëve tonë, pra lojtarëve shqiptarë këtu në Shkëndi. Kanë qenë emocione jashtëzakonisht të mëdha, dita e flamurit ka bërë të veten që ne të ndjehemi edhe më krenar, të përfaqësojmë qytetin tonë, të përfaqësojmë Shkëndin, i cili klub ka qenë sinonimi i sportit shqiptar, jo vetëm në Tetovë, Maqedoni, por edhe në gjithë rajonet mbarshqiptare. Sidomos në vitin 2012 ka qenë një turne i jashtëzakonshëm. Po, do me thonë, ne kemi fituar 4 apo 5 herë këtë titull të Superkupës mbarkombëtare, mirë po
më e kështu e afërt për mua edhe më do me thonë se për mua ka qenë ajo në Prishtinë, që ju e cekët. Pra finalja jashtëzakonisht e madhe kundër studentit të atërshëm të Tiranës, dhe ne fituam binqëm për një kohë rekorde 3-0 dhe ajo më ka lënë mbresa jashtëzakonisht të mëdha. Shkëndia gjatë karrierës së vetë, domethënë ka pas disa periudha me kriza më aso. Si e ndiheshi ju si trajner dhe lojtarët këto momente? Domethënë, Shkëndia, edhe pse në kohën më të madhe ka pas përkrahje, mirë po ashtu si cekët edhe ju, ka ndodhur që disa periudha klubi Shkëndis të ketë vështirësi financiare. Ne, do me thonë si lojtar të Shkëndis, në aso koha, po qoftë si trener, ne kemi kontribuar, jo që s'jemi paguar për aktivizimin tonë, por kemi ndihmuar edhe nga xhepi që këto ndeshje të zhvillohen. Garat mos pezullohen. Garat mos pezullohen, derisa të vinë ditë më të mira, ashtu si qertë me komunën e Tetovës viteve 2010 dhe disa vite më herët me kompaninë Kiper, që sponsor general, që nuk ka asfar probleme financiare klubi për t'i zhvilluar aktivitetet e veta sportive. Si e vlerësoni ekipin e Shkëndijës sot? Do me thënë, ne punojmë në hapa afatgjate dhe i japim rëndësi jashtëzakonisht madhe punës me të rinj. Dhe kemi një gjenerat shumë të mirë të rive, të cilët vitin e kaluar bën gara dhe nuk fituan as një set, kurse si vjet luajtë në gjysmë finalen e Ligës Maqedonisë për të rinj. Pra, po që se veçojmë disa nga lojtarë, do me thënë, ne veç 2 lojtarë, 16 dhe 18 vjeçari, kemi në ekipin e parë. Dhe mendoj se po që se vazhdojmë me këtë ritëm, ne për 2-3 vite nuk dhe të kemi probleme përse i përket strukturës lojtarëve vendase, kurse për rezultate më të mëdha sigurisht se aty kryesia vendos dhe e vlerëson situatën, a do të forcohemi, a do të garojmë për rezultate më të mëdha. Durim, një kohë të gjatë keni qenë lojtar aktiv, një kohë të gjatë jeni edhe trajneri i ekipit, atë në thunë, sipas juve, cili është formacioni ose gjashi më i mirë i të gjitha kohërave në klubin e volejbollit Shkëndija? Do me thonë, sipas mendimit tim, ekipi më i mirë në historikun e Shkëndijës ka qenë ajo e vitit 2010-2011. Kur e fituat titullin kampion të Matnis dhe kupën. Do me thonë, atëherë, mendimi im, mund t'jem objektiv, po mendimi im se vetë rezultati tregon se atëherë kanë qenë, do me thonë, një ekip kompakt, edhe unë kam pas fatin që ta udheqja të ekip. Sipas juve, cili është lojtari më i mirë, ose volejbollisti më i mirë i të gjitha kohërave në ekipin e Shkëndijës? Është një pyetje e vështirë, pasi ka pas Shkëndija gjithmonë ka pas persona jashtëzakonisht të mëdhej, dhe volejbolist jashtëzakonisht të suksesshëm. Mirë po, do të veçoja, nuk do me thënë do të apshroj veten, nuk do të përmendi, po sigurisht se Plumb Vela dhe Abil Ajeti kanë qenë superior, 2 lojtarë cilët kanë lënë mbresat mëdha volejbollit shqiptar dhe Shkëndijës përgjithësi. Vitin e kaluar, klubi i volejbollit Shkëndija shënoi 50 vjetorin e themelimit. A do të thotë kjo se ekipi Shkëndijës është dhe mbetet simbol i këtij sporti në Maqedoninë e Veriut, në veçantë në Tetovë? Po sigurisht pa dyshim se Shkëndija është simboli i sportit shqiptar. Shkëndija
do me thënë vetë historiku i saj, 50 vjeçar, pra një gjysmë shekulli, ka lënë brese jashtëzakonisht mëdhaja në volejbolin qoftë shqiptar apo edhe magjar. Prandaj emri i Shkëndijës, jo vetëm volejbol, por edhe në futboll që ju e ndjekni. Edhe në sportet tjera. Edhe në sportet tjera, sigurisht se është një emër jashtëzakonisht i madh, është një brand sportiv të cilin e njohin jo vetëm këtu në Maqedoni, Shqipëri, në Kosovë, por edhe më gjerë, qoftë në Serbi, Turqi, Bullgari e kështu me radhë. Durim, t'i kthehemi pak realitetit. Cila është perspektiva e volejbollit në vendin tonë, në veçantë në Tetov? Dihet se një kohë Shkëndija, kur kishte vetëm një palestër sporti, kishte 7 ekipe që garonin në ligën e parë, 4 të meshkujve dhe 3 të vajzave, ndërsa aktualisht Shkëndija ka vetëm Tetova tani ka vetëm 3 klube të cilët garojnë në ligën e parë, pra Shkëndija, Liria dhe Universiteti i Tetovës. Ku qëndron problemi, edhe pse tani pothuajse çdo shkollë ka sallën e vete sportive? Unë do t'i përmendi disa prej arsyeve për të cilat për mua mendoj se janë kryesore. Njëherë, në fillim është jo interesimi i shtetit, të them, në përgjithësi për këtë sport. Do me thënë, mos favorizimi i këtij sporti. E dyta, mos interesimi i sponsorëve, pra ligjin të cilin ky shtet e ka prur për sponsorim nuk është shumë adekuat për këtë gjë, dhe mos interesimi i sponsorëve bën të veten që edhe pse ne nuk kemi atë problem, nëse flasim për Shkëndijë, flasim në përgjithësi, po. Dhe psikologjia e trive të tash. Do me thënë vetë fëmijët tanë, niprat tanë janë jashtëzakonisht të jo interesuar për sport, në veçanti, po që se veçojnë futbollin, për sportet tjera as pak nuk kanë interesim. Ne bëjmë çmos që këtë masovizim ta zhvillojmë këtu në Tetov në kuadër të klubit volejbollit Shkëndija dhe kemi parafërsisht 43 që ushtrojnë. Do me thënë ne angazhojmë 2 trajner, angazhojmë sallën, përgatitje sportive, mirë po përsëri nuk janë rezultatet ashtu siç ne i presim, pra të rrit nuk kanë një interesim të mirëfillt sa i përket sportit, është për fat keq kjo që unë e flas, por janë më shumë të prirur të rinë para kompjuterit, para telefonit, në për kafeteri e kështu me radhë, e jo më të merren me sport. Prandaj unë kisha bërë një apel të gjithë prindët, të gjithë gjyshrit, që fëmijët e tyre, apo niprat mbesët e tyre ti orientojnë ka sporti. Nuk them nga volejbolli, ka sporti, po një pjesë e tyre sigurisht se do të vinë edhe në volejboll. Konkretisht, klubi i volejbollit Shkëndija sa ka për krahjen e institucioneve, por edhe të kompanive private? Sa i përket institucioneve, nuk kemi ndonjë përkrahje financiare, të them, mirë po morale gjithsesi po, në veçanti të institucioneve lokale, të cilët në përkrahin tej mase, kurse sa i përket kompanive private, ne kemi sponsorin general kompanin Kiper, e cila kompani bën maksimumin që Shkëndija të kryej aktivitetin e vetë sportiv, pra nuk kemi asnjë farë problemi në atë drejtim, pra unë jam i falenderues që kjo kompani, pra kompania Kiper, këtë aktivitet tonin e mbështet jashtëzakonisht shumë, dhe merita e më e madhe për këtë mbështetje sigurisht se është
e një prej udhëhecëve kësaj kompanie zotri Visari Jakupit. Një ish volejbolist ashtu. Jo, ai ka qenë përkrahës i volejbollit, kurse për ish volejbollistin po të flasim është kryesia e klubit. Pra zotri Besian Reka ish volejbolist dhe kryetari i klubit, zotri Jeton Jonuzi, drejtor financiar i kompanisë Kiper, njëkohësisht edhe klubit volejbollit, dhe Kuran Rexhepit, juristit të kompanisë dhe njëkohësisht edhe juristit ton klubit. Pra, këto 3 persona bëjnë shmos që ky aktivitet sportiv i klubit volejbollit Shkëndija të arrijë në nivele sa më të larta dhe unë falenderues për këto, edhe pse Besian Reka, pra kryetari jon, ka qenë ish volejbolist dhe e njeh në shpirt. Në thelb, po, edhe në shpirt, po. Këtë aktivitet që bën Shkëndija Bejt e Merat. Durim, ju një kohë të gjatë keni qenë volejbolist, ndër më të mirët në klubin tuaj, tash jeni edhe trener. Gjatë karrierës tuaj keni pasur suksese. Për sukseset ju me siguri jeni nderuar me mirënjohje. Atëherë na thoni cilën nga ato mirënjohje do ta veçonit? Shifni, unë prej mirënjohjeve më të veçanta sigurisht se janë ato 4 mirënjohjet e mia si kur jam shpallur lojtar më i mirë i Kosovës në ato kohë, pra gjatë prezencës time në Kosovë. Kam pasur edhe mirënjohje shumë të vlefshme të gazetës Sporti, nëse më kujtohet, Komunës Tetovës, shoqatës gazetarëve, e kështu me radhë, mirë po sigurisht se mirënjohja kryesore ka qenë që unë 4 vite radhës jam shpall volejbolist më i mirë në Kosovë në atë kohë, që do të thotë volejbolist më i mirë shqiptar në aso kohë. Durim, djali ju një kohë ishte pjesë e klubit të volejbollit Shkëndija, deri ku arriti. Dhe me thonë, Besim Luma ka qenë një talent jashtëzakonisht i volejbollit dhe ai ka qenë pjesë e ekipit Shkëndijës në vitet 2010-2011, pra aso kohë, edhe pse s'ka qenë në 600 e parë, po ka dhënë kontributin e vet në si lojtar i ri aso kohë. Do me thonë, ai arriti deri të jetë antar i reprezentacionit Maqedonisë për të ri, në garat Kupës Ballkanike, cilët u zhvilluan pas Arzhik Bullgarisë, pra ka qenë lojtar i 6-s parë aso kohë. Mirë po, për fat të mirë, temin, që Besimi vendosi që ta ndroj profesionin e vet, dhe ju përkushtua fes, shkoj studioj për fe, dhe me thonë, filozofinë islame në Stamboll dhe për momentin është ligjerues dhe mësues për fëmijët e parashkollor dhe shkollor në Xhaminë e Eski këtu në Tetov. Dhe unë ndjehem krenar edhe për atë Gjithsesi, këtë vit për herë të parë në Maqedoni organizohet dhe kampionati për veteranët. Si kaloi Shkëndija? Do me thanë, do t'i veçoja 2 evenimente kështu me do me thënë, nëse nuk e përmenda vitin e kaluar, po edhe këtë vit do të zhvillohet njëkohësisht edhe në kampionati mbarkombëtar për beach volley, pra vitin e kaluar Komuna e Tetovës e organizoi këtë manifestim dhe sigurisht se një veçanti apo një falënderim për zhvillimin e këtij sporti në kuadër të volejbollit ka Komuna e Tetovës, kryetari i saj, kryetari i Komunës Tetovës, por edhe Abila Jeti, i cili u përkushtua këtë manifestim të I cili është edhe nënkryetari i Federatës së Volejbollit të Maqedonisë së Veriut. Edhe këtë vit
ky manifestim me stadion do të zhvillohet. Në kuadër kësaj, vitin e kaluar startoi Liga e Veteranëve. Ne morëm pjesë në ndeshjen e parë në Gjergjeli, mirë po për fat keq na u lënduan 2 lojtarët atëherë. Ilir Vela pasoi një lëndim jashtëzakonisht madh me tetivën të cilën e dëmtoi dhe Zylfi Baftjari dëmtoi gjurin dhe ne nuk vazhduam atë sezon i cili ishte eksperimental. Mirë po këtë vit zhvillohet Liga e rregullt e veteranëve. Ne kemi bërë deri më tani 5 ndeshje, kemi 4 fitore dhe vetëm 1 humbje. Jemi në pozitën e dytë dhe besoj se ekipi i Shkëndijës, pra veteranët e ekipit Shkëndijës do të luajnë finale këtë vit. E tash çfarë do të bëjmë në atë finale ajo? Kryesorja të merrni pjesë. Atëherë, si është bashkëpunimi me klubet e voleybollit nga Shqipëria dhe Kosova dhe cilësia e voleybollit në rajon? Do me thënë, për momentin cilësia e voleybollit është ngritur në Shqipëri dhe besoj se ndoshta me këtë hap është duke ndjekur edhe Kosova me angazhim të lojtarëve të huaj. Mirë po, për momentin, ekipi i Partizanit është një prej klubeve më, kështu të them, më cilësore në rajon, dhe besoj se kanë ekip jashtëzakonisht mirë, atë ekip e udhëheq profesori i nderuar Ylli, dhe kanë një ekip jashtëzakonisht mirë. Kosova përpiqet që këtë hap ta ndjek, kurse ne për fat keq jemi në pozitën e tretë, edhe pse në periudhën e kaluar kemi qenë në maje të kësaj piramide, mirë po Shkëndija do të vazhdoj të ndjek këtë hap dhe besoj se për kohë të shkurtër do të kthehemi në vendet apo në vendin të cilin ne e kemi merituar. Kurse sa i përket bashkëpunimit, ne kemi bashkëpunim jashtëzakonisht mirë edhe me Federatën e Voleybollit të Shqipërisë, po në veçanti me Federatën e Voleybollit të Kosovës, pas asaj që Habil Ajeti u emërua si nën kryetari i voleybollit Maqedonisë, këto hapa bashkëpunimi janë rritë edhe më shumë. Dhe vazhdojnë. Dhe vazhdojnë të rriten dhe besoj se në këtë drejtim ne do të bëjmë çmas që edhe ekipi i Shkëndijës në sezonet tjera, pra në sezonet e ardhshme, të marrë pjesë në ligën e Skënderbeut, si e quajnë ata, ku merr pjesë apo ligë mbarkombëtare, si e thoni. Federata e Voleybollit të Kosovës dhe Shqipërisë, jemi në biseda që në këtë ligë të kyçet edhe Shkëndija, po ndoshta mund të kyçet edhe ndonjë prej ekipeve tjera të Maqedonisë. Krahas sportit, ju jeni edhe një kontabilist i njohur, që mbani disa kompani në mbikëqyrjen tuaj. Si arrini gjithë këto angazhime? Do me thënë, unë këtë karrierë krahas asaj sportive kam vazhduar edhe në profesionin tim, prej vitit 1991 jam këtë veprimtari. Mundohem maksimalisht që këtë punë ta bëj me përkushtim, kurse si arrini, do me thënë, angazhimi im gjatë sportit në vitet e fundit ka qenë jashtëzakonisht i madh, mirë po unë për fat të mirë kam djalin apo zavencin tim Selman Lumën, i cili i mbulon të gjitha ato hapësirat të cilat unë s'mund t'i arri. Kam pas fatin që edhe djalin të orientojnë këtë drejtim. Po si e përjeton familja ju e gjithë këto angazhimet tuaja në sport, me ekonomi, me kontabilitet, do të thënë shumë pak keni kohë për të përkushtuar familjes? Unë jam falenderues jashtëzakonisht i madh që familja ime gjatë të karrierës time, qoftë sportive, qoftë profesionale, më kanë mbështetur këtij masi. Sigurisht se 2 djemtë e mi, po në veçanti bashortja ime, e cila më ka përkrahur jashtëzakonisht në mas të madhe dhe
Besoj se edhe ajo është meritore që unë ja kam arritur që ti arri ato rezultate cilat jemi duke i biseduar qoftë në sport apo në profesionin tim. Dërim, a keni të thoni diçka që ndoshta unë kam harruar që ju pjesë gjatë kësaj interviste? Jo, në veçanti ju i cekët të gjitha gati dhe unë besoj se jam munduar në mënyrë objektive që të paraqes edhe karierën time, edhe gjendjen volejboll, edhe gjendjen e klubit volejbollit Shkëndija dhe besoj se shikuesit tanë do të jenë të kënaqur. Atëherë, për në fund na thoni cila është porosia e trajnerit të volejbollit Durim Lumës për drejtuar sidomos rinis, të cilët dëshirojnë të merren me sport. Sigurisht se unë kom një apel që të rritë sa më shumë të merren me sport, edhe atë duke filluar prej shkollës fillore, pra prej moshës 10, 11, 12 vjeçare, të kyçen në klube sportive, qoftë futboll, qoftë basketbol, qoftë karate. Unë kisha pas dëshirë që kjo të jetë volejbolli. Mirë po secili do ta gjej vendin e vet, aty ku mund të, edhe unë kam filluar me futboll, mirë po rezultatet të cilat i bisedojmë i kam arritur me volejboll. Në veçanti prindët do t'i kisha këshilluar që fëmijët e tyre t'i orientojnë në sport. Nuk do me thënë që secili prej tyre do t'jetë i suksesshëm apo do të ketë një karrierë jashtëzakonisht madhe, mirë po nuk do të ketë asnjë farë dëmi të merret me sport, por do të ketë sigurisht përfitime që të jetë pjesë e sportit. Atëherë, në emër të televizionit Koha, mua më mbetet vetëm që t'ju falenderoj që ishit pjesë e emisionit me legjendat e sportit këtu në televizionin Koha. Unë falenderoj televizionin Koha, në veçantë ju, të cilit keni dhënë jashtëzakonisht një kontribut të madh sa i përket zhvillimit të sportit në përgjithësi, në veçantë të volejbollit. TV Koha ka qenë mbështetëse jone shumë tradicionalisht, pra na ka mbështetur edhe në ditët më të vështira, por edhe në ditët që kemi arritur sukseset më dha. Unë vetëm ju falenderoj dhe ju kisha dëshiruar punë të mbarë dhe suksesen të ardhmen. Pra, duke falenderuar ish volejbolistët dhe trenerin e volejbollit Durim Luma, ju teleshikues të nderuar deri në emisionin e radhës me legjendat e sportit, natën e mirë dhe mirupafshim.